Horizon nga Leonard Koja në Window Radio.de. Mirë mbrëma miq, mirë se gjetëm dhe mirë se u ritakuam sërish së bashku në puntatën e radhës Horizon. Unë jam Leonardi, si gjithnjë, live nga studio në Gjermani. Uroj dhe shpresoj që të keni kaluar sa më mirë dhe të jeni të gjithë mirë personalisht me familjet tuaja, po ashtu të jeni duke u përgatitur për festat e fundvitit të Krishtlindjeve dhe të vitit të ri. Shpresoj që të keni filluar të bëni ato baklavat, ato ëmbëlsirat, ato çfarë duhet, po përveç kësaj mos harroni që të bëni edhe dhurata, sepse që të dhurosh është bukur, por nëse dhuroni edhe ju vetë do merrni dhurata. Për të gjithë ata që janë dëgjues të rregullt i dinë se ku mund të na ndjekin, por ne do e përsërisim si gjithnjë për dëgjuesit e rinj. Window Radio mund të ndiqet në website-in zyrtar windowradio.de. Aty mund të dëgjoni muzikë live 24/7, mund të gjeni dhe informacionin në fundit, lajme nga fusha të ndryshme, politika, lajme sociale, showbiz, sport, e të tjera. Po ashtu, Window Radio mund të ndiqni përmes platformave ndërkombëtare, Radio Box, si dhe në platformën TuneIn. Po ashtu ne jemi dhe në platformën e radiove shqiptare, Radio Shqip. Jemi edhe në Google, mjafton që të shkruani në Google windowradio.de dhe ne jemi live aty. Po ashtu jemi edhe në faqen zyrtare të Facebookut windowradio.de. Dhe për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin e plot sonde, mund të ndjekin nesër në ritransmetim vetëm në radio, në orën 13, pra vetëm në radio, jo në Facebook. Po ashtu nesër emisioni është edhe në faqen zyrtare të YouTube-it, Horizon Window Radio hapësirë.de. Po këtu ju mund të ndiqni dhe emisionet e kaluara që ne kemi patur të ftuar. Por është edhe një mundësi tjetër për të gjithë ata që kanë programe Android, pra telefon, tablet, kompjuter, ku diun mi fjalë, sepse tani ka pajisje pafund, mund të gjejnë aty windowradio.de. Pra këto janë mundësitë që ju mund të na ndiqni, nuk besoj se janë mundësi të pakta, pra keni disa mundësi. Shumë miqësisht do i kërkoja të gjithë dëgjuesve dhe miqve tanë nëse kanë dëshirë, sepse nuk i kushton asgjë askujt, të bëjnë një shpërndarje Facebookut që të na bashkohen sa më shumë miq dhe të bëhemi një familje e madhe, sepse Window Radio është një media e re dhe ne përpiqemi të japim mendimin e lirë dhe të jemi një media pa censurë. Duke shpresuar që ju jeni pranesh dhe ju e keni ndjek edhe njoftimin që ne kemi dhënë në faqen zyrtare të Window Radio, që ne sonde kemi një të ftuar të veçantë, sepse vazhdimisht mua më akuzoni që unë ftoj vetëm politik, flas vetëm për politik, por sonde kam vendosur të flas ose të bashkëbisedoj me një të ftuar të veçantë. I themi veçantë sepse është shumë dimensional dhe besoj se do jetë një bisedë shumë e këndshme. Pra, i ftuari është profesor, është shkrimtar, publicist, gazetar, pra ka fushën e artit dhe fushat e tjera, por shpresoj që do ngacmoj edhe pak tek politika, sepse ne shqiptarët pa politikë nuk rrim dot. Sonde unë kam të ftuar zotin Bardhyl Berberi. Profesor, mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma, kënaqësi, kemi bashkë. Unë të jam mirënjohës që ju pranuat të jeni në emision me mua sonde dhe më nderoni mua dhe të gjithë audiencën tonë që kemi të shpërndar cep me cep të botës. Është kënaqësi edhe për mua. Por unë nuk do lë pa përshëndetur edhe atë ndërmjetësuesën që më ndihmoi që ne të lidhemi së bashku zonjën Madiana Nuredini, e cila
i studentja juaj dhe më sugjeroj që u t'ju kem në një emision dhe të kemi një bashkëbisedim së bashku. E përshëndes dhe Madian. Profesor, tani ju jeni i njohur, normalisht mi fjalë sepse keni vite që jeni me libra, me shkrime, me gazetari, jeni mësues në qytetin e Pogradecit, por do doja për një dëgjues që është i ri, por një dëgjues që nuk ju njeh, pak shkurt, kush është Bardhyl Berberi? Faleminderit. Kam linë në qytetin e Pogradecit, në një qytet që se ndroj dot me asnjë, pavarësisht se kam punuar vite të tëra në Tiranë, në revista Osteni 10 vjet, shekull gazetë shqiptare e tjera. Megjithatë jam kthyer në vendlindje, në qytetin tim që e dua aq shumë. Kam kryer fakultetin, gjuhë letërsi, kam bërë kurs pas universitar për gazetari, menjëherë kam filluar në revista Osteni, 10 vjetërisht, me mikun tim Çakuli, kemi qenë në një zyrë, dhe më pas me Filipin Çakuli, dhe më pas kam vazhduar periudhën, po thuajse të gjithë gazetat, 11 vjet që kanë uaj parë në gazeta Shekulli, 10 vjet në gazeta shqiptare, në Osteni si shtash 10 vjet, Shqiptaria.com, Telegraf dhe momentalisht si analist punoj në gazeta Sot. Një karrierë shumë e pasur. Është vërtet nderë. Kam botuar gati 30 libra, domethënë rreth në 20 shtete. Kjo vjen atë domethënë se mat me atë. Dhe atë lajmi që nuk e di e kanë dhënë dhe shtypi edhe tërë mediat e huaja që ka libri im, një nga librat e mia, që është botuar në Stockholm, kam botuar 5 romane. Dashuria e mallkuar ka hyrë në 100 librat e mbretit suedis në bibliotekën personale të tij. Super. Profe, do i marrim ngadalë, do i marrim shkruar. Unë po të kisha këtu afër do të servirja një çaj apo një kafe apo një gotë raki, por ne nuk kemi afër fizikisht, por mund ta marrësh edhe të bëjmë bisedën shkruar. S'ka problem. Profesor, tani të kthehem pak tek rinia e juaj, si lindi shkrimi tek ju? Keni me fjalë e kishit brenda vetes apo në një rebelizëm me kohën, me realitetin e atëhershëm? Po ja u shpjegoj kështu në detaj. Unë jam mirënjohës e parë, 2 mësuesve të mia, do më mësuesës klasës parë në fillore, një Tefta Pojani dhe një Ana Luka nga Shkodra, mësuese letërsisë në gjimnaz. Ja këta 2 njerëz, domethënë që më kanë shtyrë, dhe një stërgjyshja ime që jetojnë 117 vjet, që e merresh për rrëfenja të ndryshme, e kupton? Nën Mallja një jetë në Pogradec, unë aty në qendrën e Pallatit Kulturës kemi patur fëmijën e parë. E dëgjonja të skuifikonte goja mjalt me orë të tëra. Mësuese Tefta, mbaj mend domethënë në klasën e dytë, ka kishte dhënë një tregim, një kështu në hartim do të bëjmë pas luftës e Agim Cergës, më duket, edhe më thot kërkonte identia, i shumë këmbgulse. Edhe i them një fëmijë në klasën e dytë, për shembull, i them është lufta nacionale shqiptare i poqi fëmijët para kohë, po një fëmijë mendon tash 7 vjeç, 8 vjeç. Kuptoj. Asaj bëri përshtypjen, sa më bardhi tha, po ta them para klasës sa që ti do të bëhesh shkrimtar. Edhe sikur më lëshoi pastaj një shkëndi. Edhe më jep edhe një tjetër, më thënë, do të bësh një vjeshëm me Damian. Po për këtë ta bëj vjeshëm ta çu. Do ta bësh për liçenin, tha, për shembull, dolëm shtitje, ne kem mësuese shumë këmbgulse. E mbaj mend atë, e atë vjesë, tek intime e mbaj mend. Liçeni 4, liçeni 6, ti plotuj, bregu plot 3, sa vjen vera na pret, na jep forcë, na jep shëndet e tjera e tjera. Dhe kjo solli atë pastaj që më futi në këtë, domethënë në gjimnaz fillova të shkruaj unë. Të shkruaj dhe të botoj gjithësisht. Po kjo mësuesja e letërsisë, Ana Luka, është në radion e Vatikanit momentalisht, duhet ta përshëndet, me shqepur në mënyrë të jashtëzakonshme, bardhë do shkruash, edhe është faktori kryesor. Dhe ishim një artimin e provimit, e kupton, të maturës. Unë që më bëj një artimet, vinin njerëz të ndryshëm, këta 108 vjeçare vinin gjimnazit, e kisha qef, do më një bëj. Unë
mbet aty në palesën e shkollës, ngriva. Po çfarë shkruaj një temë, partia na solli dritën elektrike dhe do na sjellë ujqesin. Qa mund të shkruajnë aty në kjo temë artimi në 72-shin. Shko vite vërdall, ka filluan të tjerë partia kështu. Që kopjen për para, kaluan 2 orë, mbeti edhe 1 orë e gjysmë. Tushet ato, as njeri ishton. Në këtë kohë kësha një miku, ka qenë një elektricist e kësha dhe timin, edhe kur bëj elektrifikimin në Mokër, të tregoj një gjë të fortë, mo gafer bega ju që kërë. Tha, jam vënë në pozitë, tha në Mokër, pse i tha shumë? Po sepse, tha, atje thrisin, tha, partia e verë Vangjo Gafer, që e këta 2 elektricistat, që u shuan dritën më krake. Në këtë kohë në ndodhi një ata, një babaj sekretarit të partisë, një Fiat Shaolli ka qenë, Gjashabani, plak 85 vjeç, 90 vjeç, aty ku ishte valja, lueshe, ishin mishat pjekur, drita në Mokër, drita elektrike, aty në moment, dëgjojnë disa të shtena në një prua. Rendi këta me vrapa atje, kur ven atje, Gjashabani kështë vën kandilin, lambën me vajguri, ato të pishave që, dhe i qëllon dhe me pushke. Çfarë bën Gjashaban? Po pushkatoj e rësidhet. E tregoj këtë fabulun aty, e filloj të shkruaj artimin, ta tregova këtë. Mokrari pushkatoj e rësidhen e tjera, kalon kjo ana Zoishana, e pa që tha djo, tha mos bëj kopje, tha, e ma kapi kokën fort, ma shtengoj, tha lere, tha i ke qarë, qarë detaj, qarë kështu ke gjithë. Edhe, pasaj filloj kjo punë, kam botuar në zëri nis një poezi, bëri bujat edhe që ajo, që shkoa në sharat të Bishnicë, që përgjegjës dajon më mori atje, shkoj një stabiliment sharash atje, 2 plejt të kalbur fare ata, gati 90 vjeç. Dhe po pini kafe aty, në mëngjes. Hy një femër shumë e bukur, si shojës davale atje. Të tërë shtangën, tërë klubi këtë, me ato veshjet popullore me njëllë. Dhe 2 këtyre 90 vjeçarve ju fto kafeja në finxhan. E haruan, fa e ngrim pas të kurie. Kjo bëri buj, pasaj me Lat Kotani në për festivalin, në këto kam bërë shumë kengë edhe bjete edhe këto. Lati ka qenë një nga miqtë e mi shumë të ngushtë, dhe e kam si vlla. Ndodhe në Greqi dhe Ladin e përshëndet. Përshëndesim për zëmërsisht. Është një djalë jashtëzakonshëm, i talentuar dhe njeri shumë i mirë. Kjo pasaj mori, fillova në revista Usteni, po mesha me humor, duke patur aty atë laboratorin lloj humoresh, edhe shkojta një 2 komedi, i vuri Strada Profesioniste. Njëra që jo kështu, dhe tjetra ishte një komedi telegrame nga Pogadeci. E vuri ky Gjergj Vlashi. Ishte me pushime. Po. Historie vinin, për shembull, Pogadeci vinin telegrame, na gji karike, nga to të mirat Pogadeci një na gji një sobë, na gji një dhomë dyshe, po me një atmosferë dhomë dyshe për çiftin se nuk gjetëm në kamp. Edhe fillon ishte lushe këtu, po mirë ne do vëmë në një fshat të them dhomë t'ja lejmë këtij çiftit. Edhe këto. Kjo ishte një dhomë gjumi që Pogadeci që i famshëm. Pas humorit, në 90-ën dhe një libër me novela, Tranzicion. Një nga ato novelat, humor, me një mikesha ime që ishte në Francë që jetonte, një shoqe, dhe më thotë, kam denjur pa gjumë, po pse, tha shumë? Tha, një nga ato novelat është të mërshme, tha, dhe ja jep një regjizori, për këthen kjo, jep një regjizori. Më vjen ftesa, shkojmë në Paris, ne janë, 2 herë nga 20 ditë, shkova skenari, Akmarrje Ballkanike. E kupton? A ke një dramë që shumë publicitetu nuk desha t'i jap sepse na nxjerrte njerëz primitiv, po unë shkoj në diçka reale, pasqyrova atë ashtu siç dushte. Kuptoj. Dhe kushte bëri film këtë. Akmarrje Ballkanike ka shkruar revistat, gazetat hy pafund edhe në Francë. Ky X person për shembull, është shumë e bukur si histori. Enver Hoxha para se të vinte Pogadeci rinte nga 3 muaj. Vinte ka drejt pyll dhe vendoste njerëz të kalonin kufirin, sa i sigurt të qe, ose edhe gjenë në Bishnicë, në Sharat, atje një djalë të fuqim, djalë e sekretarit partisë. I thonë këto hajde, të ke një detyrë të veçantë partie, vetë ky shkreti, e lëshoi në mali i qytetit, këtu kaloi kufirin, aty në porta e madhe, nuk kaloshe me korrent. Ky djalë gjen një i fuqishëm, ishte një gozhë e madhe e mbërthyer atje në dera, kap atje kalon pa e prekur kështu. Si tarabul atë, edhe hyn në pjesë ande. Ruan ku ishte distanca ushtarëve larg,
ja fut vrapit ky, e kupton? Ja fut vrapit e kuvetet e piramida, i bie mbi bilit, bravo, hajde ktheu. Po ushtarët aty do më grini tha ky me vete. Vrapit ky ikën Jugosllavi. E mbajnë sa ditë në burg. Po, ja mbajnë sa ditë në burgun e Ori. Kjo është skenari, do të ta them dhe si u zgjidhua. Po se do diskutojmë pak më të zgjeruar sepse është shumë interesante. Por dua të ngelëm përsëri pak tek Bardhyli Çunak adoleshent. Dhe ju me kaq pasion, me kaq inteligjencë që pasini patur letërsi. Futbolli e di tërë përgatitur çfarë, ka qenë nga pasionet e mia. Një kësoj si letërsia. Kam qenë shumë i shpejtë, kështu edhe gjuajtë nga darkë kam profesor Mosmek. Dhe futbolli të ngelim pak të luaj, kam luajtur edhe përgatitjen e me këto, pastaj prindrit nuk më lanin, djali vetëm. Dhe andej kështu. Do ngelim pak tek letërsia, do flasim edhe për futbollin. Poezinë e parë në gjimnaz, e ke kushtuar ndonjë shoqe apo partisë? Ja, çfarë partie, nuk kisha, meqense i ka qenë partizan e komunist, po. Vetë as su bëra në parti, kam qenë për vendet më të rëndësishme, ju jem mbledhje byroje këto, nuk kam pranuar të bëhem komunisti dashur. Nuk kam pranuar të unë shikoja një kategori. Ato të moshës me fjalë kur. Ato të moshës për çfarë, për shkak poezia e parë ka qenë ke shkruajtur për një shoqe? Jo, ja them unë një poezi të mbaj mend. Është tjetër gjë, ka bërë bujë dhe kjo. Është tjetër gjë të jesh i zgjuar, është tjetër gjë të jesh dinat. Është tjetër gjë një femër ta duash, është tjetër gjë ta kesh në shtrat. Është tjetër gjë të dhuroj lule, është tjetër gjë të vjen mbi varr. Është tjetër gjë të jesh grez, është tjetër gjë të jesh blet. Është tjetër gjë të kesh pushtet. Është tjetër gjë të jesh i fortë, është tjetër gjë të kesh pushtet. Shumë e bukur për kohën. Ja kjo kategori këto më këto kështu. Edhe fabullat e këngëve në për festivale kanë të jashtëzakonshme me Ladin. Shumë interesante. Edhe ja kishte zina zot drava vjet atë. Shiko përse, jem përmendet futbollin. Dhe në çfarë moshe keni luajtur me? Derisa isha gjimnaz, luajta futboll, me kur ika në fakultet, nuk më lanë me. Ma vonë një besë kështu prindej, duke qenë djali vetëm. Dhe kur kam dhënë këtë librin, që është kuriozitet, këtu ka qenë Sabri Peqini trajner. Ai me simpati për mua dhe tha, pse çfarë priste në Tetëndori aty në shtëpia Botuse, kam librin e parë me tregime. More bardhi e tij, bardhi thashun, profesor si e kështu me biçikletë diamanti. Çfarë prit, kam një libër thashun me tregime në kështu, prit do më nxjerrni ca kopje. Dhe jo mor bir tha. Ti në tha, t'ja kalosh e Kadares si shkrimtar, futbollisti çdo bësh e ti, tha 1:80. 11 sekonda qinqin, gjuajtin e kështë kështu, mba një regjim, tha. Mirë po ja kështu është rrjedha jetë. Kështë në rrjedha, po. Jeni pënduar që s'jeni marrë me futboll, po jeni marrë me librat? Ja. Jo. E gjeme madhe, futbolli ke një pasion i qasit, e kupton? Kuptoj. Dhe unë e kuptova që futbolli ka atë të shtrydh, si punë e limonit, dhe një ditë do mbetet. Dhe sa letërsia, që unë më dytën 2-3 pas mesnatë e flej për natë, kam bërë 3 romane, përsëri vazhdoj, kam 3 romane në shtyp që dalin tani dhe jam botuar në Stockholm, pres në Shqip, shumë, që nuk jam penduar, absolutisht, letërsia është më shbërsi, ta të në shumë njërë si punë e drogës, as një dit nuk ri pa hedhur një histori, një ngjarje. Dhe jo Leonard, janë çastet e trishtueshme dhe trauma shpirtërore që shpesh ndikojnë fort në evolimin e vendit operacionale. Na trehohen thellë në kujtesën tonë ngjarje gjurmë mbëdha, të cilat me kalimin e kohës përpunohen në laboratorin krijues të shkrimtarit. Derisa lind vepra, e mbas gjatë fëmijën, 9 muaj në bark, u kry kam ngjarje. Derisa pastaj edhe për 1 muaj në romanin, e kupton? Në karakterin e shkrimtarit janë ato atome që shërbejnë si katalizator, që veprojnë në ngarkesja dhe sjellin vepra. Duke qenë njerëzore, të gjithë njerëzve shkrimtari vëzhgon, mediton, thellë diçka, mbetet brenda shpirtit, derisa e nxjerr veprën. Shkrimtari vërton histori dhe fabula tepër interesante. Dhe thar mençurisë të tij ai nxjerr një gjë speciale. Ajo që pretendon shkrimtari i lejohet të ndjej, Desha të kthehemi pak
libri i parë juaj ka qenë me tregime apo me tregime, poezi? me tregime dhe novela. Tregime dhe novela. Kush Ka kanë qenë qenë dhe një ato? komedi. Aty ka qenë dhe një komedi, jo kështu ishte komedia, unë kisha titull tjetër, Taksi në mesnata, dhe jo këtë ande ishte Mario Shiko regjisor këtu. Edhe tha Mario do na hapen të lashe, i kishte ardhur me mas aty, tha Bardhi do na hapen të lashe, po unë nga që në komedi kështu kam betur një histori e jashtëzakonshme, një nga këta të përndjekurit që vjen me gruan nga internimi dhe s'kan shtëpi, morën ato lekat që qenë të internuar të burgosur, e s'dini ku t'i qonin lekët, s'kishte ku t'vinje shtëpi atë. Edhe i qojnë kryetarit komitetit të qytetit, i bëjnë gati, i fundin një 5 milion lekë atje në një kuti të madhe maqedonse bombonesh, për t'ja quar si kështu. Mirë po do t'i që djali i këtia kështë vajza e kryetarit komitetit të qytetit kishte ditëlindje. Ta nuk ishte në lekë, kë gjeti kutin dhe e qonë pikërisht atje. Kutin e bomboj, po kishte edhe një letër brenda. Mos na i merrni për test, ne kemi vojtur, ne jepni një shtëpi etj. Në kohë vjen këta te ku është kutia? Jo, e qova filan vënd, po, i vjen në kësaj, thonë kështu. A, thot, unë i qova një shimore, se u grullon, qite sa kuti me lukëve. E vajtë një shimore, bjenë të kuti, të këto e nuk e gjetën. Një djallë që kërkon të vajzën e këtyre, nga një qytet tjetër, i kështë blerë këtë kuti për ta quar. Dhe këtë djallë i 12 vjeçar, hap kutin aty, edhe gjenë këtë dhe lezon letrën, dhe i eth ato lekët i shpërndave. Kom e di kështu. Në çfarë viti ka qenë kjo? Kjo ka qenë 90-ën. 90-ën, me fjalë në fillimet e demokracisë. Aste, po ishin krijuar ato. Po ka ditë se Maria kishte trup të mirë aty. Të mirë, nuk ishte humori Shkodran, po që Mario që një kolos si regjisore. Normalisht ka patur Shkodran ka qenë Maria Shiku, ti jam Shkodran. Po Maria Shiku, po. Shkodran ka qenë. Ai që luajnë rolin e lekës. Shumë mika e përshëndes edhe Mario, ka qenë pa qef i shketi, po. Profe, kush të pëlqen më shumë, ose ku ndihesh më mirë, tek letërsia apo tek publicistika? Dëgjoj tani. Mua më ka lindur publicistika, si të thuash. Duke qenë gazetar, në kaq thotë gjatë kisha të thesin të mbushur plot. E kupton? Plot me miell. Dhe gatuan më të vinë një histori të jashtëzakonshme, e kupton? Dhe këto histori tash i lindit si ajo puna që pse të mos i shkruaj, pse të mos. Ja po të themi një shembull unë, shumë të thjeshtë, romani Vrasja e shpirtit është botuar në Amerikë me tirazh. Kondensate ka qenë i pari roman. Më thot mamaja ime, ndjes pas thotë, Bardhi do të bëj kërkesa, nuk do ma prishish. Ha më i thash, çfarë ke? E sheh thot atë shpinë atje që kemi komshi thot. Ajo plaka përqafoi nipin e mbesën, edhe i ikën në Amerikë djali me nusën, thotë. Dhe vdiq në krahët e tyre, ata i lan plakën e vdekur se na ik avioni, dhe ju thanë këtyre komshinëve varrose, i bëjmë ne në varimin e asaj plakës të mirë. Çfarë nuk gjetën atë varim? Po çfarë dram, njerëz që rendin rrugëve të Europës e bie si ato gjetën. Çfarë nuk kam gjetur në Roma? Çfarë nuk kam gjetur në atë histori, ato plaka tinaçore. Kjo është histori e vërtet, profe? E vërtet. Unë dëgjoj të gjitha i kam histori të vërteta me fabull. Që të gjitha i kam histori të vërteta. Edhe këtë dashnore e ministrit që ka thyer rekorde në Stockholm, edhe Akmalja Peshkatarit, të gjitha unë kam histori. Pa një fabull, thoshte Dostojevski të vërtetën, nuk mund të ngresh në një vepër. Haroje. Mbetet si të lumbatë e lartë në ajër. E kupton, të gjitha unë i kam histori të vërteta. Profesor, shikoj, ju keni shumë libra, shumë botime, a kupton? Këtë do veçoje që mund të na analizoje ti sonde, ose disa prej tyre nuk e di me fjalë që mund të tregosh ato fabulla. Po kaloj në disa që, për shembull, mbase më do të duket shumë, po jam i pari shkrimtar, më fal për mungesën e modestisë që romani im Vrasja e shpirtit është botuar i tërë në gazetën Shekulli ku ishte 80.000 kopje. Çdo të premte shtunë të diel, dite hyrë. Dhe unë kam marrë që është në konkurim me Dimitar Xhuvanin, që ka qenë një kolos, kishte bërë Kupa e Elmit, e duke qenë zhuri tha jo, e meriton Bardhi. Asnjëri nuk ishte botuar, bëri publicitet shumë të madh. E kam marrë çmimin Kuteli. E dyta që do veçonja unë, kam si sukses, nëse do hysh në Google, do aplikosh aty lulet vyshkuara në prill, ka 20 ditë që qëndron në Google në të gjuhët e botës.
Lule të vyshkura në prill. Lule të vyshkura në prill. Kjo është roman. Një histori roman, të gjitha romane i kam këto. Një histori e jashtëzakonshme. Më vjen një shef krimesh këtu, të kalojmë me kështu me një dy llafe këto fabulat. Po, patjetër, se kjo është shumë interesante. Kjo? Jo, është shumë interesante që të na shpjegosh pak fabulat. Ja ty nuk, ne kjo që kam betur në Google e ka miliona ka shumë shpjegime. Një ambasador korçar në Paris me të shoqen. E shoqja ishin pa fëmijë. Mësuese frëngjishte i grua e përkryer kjo. Ky ka qenë inxhinier e tjera. Ky inxhinier drejtor në Korçë. Vjen një moment që i nisën në Paris, se ishin familje nga këta. Dhe në Paris vjen kur vinë në verë dhe operohet e shoqja. Operohet nga apendiciti në spitalin ushtarak aty të Korçës dhe këtu që lidhet me një infermier me një vangjushkë. 35 vjet gruaja, ky erdhi të mbyqe liçen e Pogadesit. 35 vjet e kishte tradhtuar me këtë infermierin. Dhe kur shkon në Paris ky, shoferi thotë, kërkoi strehim politik. Thotë ikje dhe i vrash shpirtërisht preu damare të mbytem, zhuli kështu, thonë si jetoj dot pa. Hiqi ato fotografi, ta hiqi ato rrobat, bajnë një të vogël që mos ta zvoglosh dhimbje sa më shumë. Mirë pa i thatë motrës kyqe, e motra ka një të dhoma gjumit Pogadesit shumë me kate, si përgjithë, ku shikon ca letra, e gjen atje 40-50 letra, që kështë vend kjo që i shkruan dhe i dashuri, e kupton? Edhe të kjo tani, të kjo dhimbje kam takuar, që e këtu e. Ati kthehet të dëgjohen, tha mua, i buri menqur. Ti ha, e nga ca piqta në i shok, tha. Më shijuan shumë ati, kur japa ishin të krimbër, futa gjishtat i volla. Po a mund të vjellet tha një jetë, një dashuri e tërë, dhe një jetë që dashuri jeri, tha, mund të vjellit. Për mua ka marrë mua, dhe la vite në kohë që jeton këtu në linë, në një shtëpi që ka bëj një nip i vetmuar i kështu. Janë dhimbje kështu. Shumë të shtuese. Ose, e ke në Google aty, këtë lule të vyshkura në prill. Po megjithatë do t'i dërgoj libra. Le t'i themi edhe për dëgjuesin, se okay, unë ti mund të komunikojmë edhe në privat, por le t'i themi për dëgjuesin dhe t'i shpjegoj pak për dëgjuesin, sepse thash ne ndiqemi cp të botës dhe janë interes për dëgjuesin. Leonard, dhe e di kush është më bukur? E më mbetja e shkojta shumë shpejt, edhe më mbetja i momentit tash, bie kambana në vetë në Korçë ishte dita për vjetori kësaj që kishte vdekur. Ja bëri dhe varin këtu megjithatë kështu, edhe dëgjon kambanë, boa, thotë si sot, thotë 5 vjeta nuk e ka vdekur Zhuli, thotë. Po shkoj, thotë, i vejnë të flule. Me gjithë to histori që të bulon. Kur shkon në vari, atje shkon si gjë të huaj, e kishte dashur pa fund. Atë, kur në këtë kohë, atje në Voreza djen një që kishte patur një punonjëse ky, pastruese e kishte lule. I thot drejtor, thotë, se kishte qenë drejtor, janë të vyshkura këto lule. Ju ka rënë është vonë tani, thotë. Janë ashtu, s'ka gjë, thotë. E merr tufën me lule të vyshkura, i vjen në vari, që shkon fotografinë tuaj. Kur vjen bret me një buqet ky vangjushka, me një paltuta të djegura me cigare dashnori, edhe fillon e qan atje e bën. E kupton e këtu mbaron. Ky është romani Lulet e vyshkura në prill. Në prill, po. Në prill lulet janë të ndezura kështu, po janë të vyshkura. Po e kuptoj sa gjetje, çfarë gjetje e bukur artistike, çfarë përcjellje emocione. Unë nga marrë një çmim në Gjermani, në Stuttgart, me romanin Burgun e Selanikut, Pende në Argjent. Është një histori, domethënë një grua fatkeqe, rastisht e kam takuar. Shkon ajo bashkë me burin emigrant. Shkojnë atje, kjo je shumë e bukur, kështu shoqin fillon ja gjuan këtë gruan ai pronari grek, e kupton ishte drejtor banke. Nëse kjo qëndron korrekte, ai sa juan e shtyp makina të shoqit. Te mirë po e bia që ishte këtej tani, ishte lidhur me një të përngjekur nga dal nga burgu, ishte doganier 20 vjet në masë, kjo donte të shkonte të takonte vajzën, kishte vetëm një vajzë në Shqipëri. Edhe ai jepte lej, lekët ja kishte hedhur nga 5000 kështu vrakmi. Në di, nëse vete kjo, kur ky ikën në Athinë, histori e vërtetë, kur ky ikën në Athinë, kjo vete me pistolet të këtij, i thot asaj. E fshirë, thot, mi jep ato, thot, lekët e mia. Po ke një shënim, thot, nga drejtori, që kur ti jetë ai mund t'i marrish. Ti mi jep të lutem një nxjerr pistoletën. Në këtë kohë ky ishte nicur akoma. Çfarë do ti këtu, i thot, dua lekë, thot kjo. Çfarë lekë do? Duke u përplasur kështu, e plagosi kjo këtë, shtije, ju shte armë,
Edhe I kapi shtyllën kurrizore edhe sot e kësaj dite është ai rrugëve aty. Egnatja është në karrocë ky, ish drejtori. E kupton? Gjallë është edhe me Kjo bëri 10 vjet burg bëri. E kupton? Pa e në burg, si historia ata këshillit e Europës o bën nami, e me grekët vajte të bësh promovimin, nuk më bën promovimin, e kësaj ka qenë një prefekt qërmjalli, sa jo, tha, do bëjmë atë, tha që fituar çmim, shte burgun po jo më burgun e Selaniku, se ky shkon. E keni përdhunuar në burg, e keni marrë gjak, tha unë asaj, I merrni gjak, e keni bërë. Këtë dua të për, kështu ke histori. Bile, solli e ministrin e brendshëm aty në atë ceremoni, promovuan atë, ishte një Lazar Ninini ishte konsulli tonë, nga një zotëni burë, e bardhi s'ke që bënë, ta kështu janë këto punë e të promovojmë të. U promovua ky, jo gjoja me këtë e fitu si çmimit Kuteli, e kupton? Edhe si shnoth gjithmonë. Ose të marrim një... Ky libri është I përkthyer edhe në gjermanisht apo vetëm në shqip? Po, jo, ka qenë gjermanisht, ka qenë në Panajir, po ka goxha vit, ka mund ketë 20 vjet. Do ta japun gjermanishte. Ashtu kjo është po për shembull Lulet Vyshkoja të thash. Edhe kështë kjo Dëshnorja e ministrit profesor pse? Ja, pojt një sekundë. Arman që ka për buj gjene është një shpje Kukuvajkës. Një dramë e jashtëzakonshme. Ose dashuria mallkuar që u fut në bibliotekën e mbretit suedis. Një roman që kullon gjak. Ren janë dashuria një vajzë 17 vjeçare me oficerin gjerman që ka vërat jatë. Wow. I shpërfilli të gjitha ligjet e shkencës biologjike që ndërkallen në placentën e luftës botërore. Ndërsa vërejt e për njës gjallon jetë njerëzore. Në këtë afreks monumental dritie intimo social, në 2 zemrat e oficerin nazist dhe Sofia, me skufoma për gjaku qelë cigonjë në dashuri e çmendur. Wow. E kupton? Dhe e merr me vete dhe kjo është akoma gjallë në Stuttgart, kjo, Sofia Schneider. Ai shoh që vdiq nga diabeti. Është akoma gjallë. Apo mëkati generalit në Prishtinë. Kemal Minxhollin e kam mik shumë. Ishte ambasadori tonë në Prishtinë. Edhe vajtëm për të bërë këtë dashuri e mallkuar, promovimin atje, në ky Bexhet Pacollit hoteli. Thot Qemali mua, po më ka dashur, më ka marrë ku ishte në Danimarkë, këtë më ka shtitur ku ishte ambasador me këtë Shaban Muratin, mik edhe ai, e ka bërë komente shumë liberet mi. Edhe vem në aty poshtë, në libreria Buzuki janë sa shkallë. Edhe zbritëm aty në ato shkallë, muzik shqip, Vajtanet Basan për të blerë fustan, keng Shkodrane, qatë të mund. Femra gjysëm Lakuiqbi, tavolina, ulurinin, pinin. Sa Qemali Bartha, Prishtina nuk ka det, liqen apo lumë, po nuk ka gjumë, sa në Shumë bukur. Dolem që aty, pasi ne imi 2 orë, ne ta pim nga I bjerë. Kur dalim aty në moment, shikoj një burrë në roba kështu, edhe me një dru, me roba ushtarake lare, u binte xhameve. Tha që ma qësh ky është të ai generali pari këfolli që ka ardhur, dhe e çmendur. Si çmendur që luftoi këtu? Si çmendur tha shumë. Dashuroi një përkthyse ta këtu. Ky nuk ishte fëmijë, laç ta zanë, ja hoqi fëmijën. E kupton dhe ky çmendur, thotë duhet djalë. Mëkati generalit Prishtinë e ke në Google dhe ka hyrë në librat universitar. Në gjithë Ballkanin ky. Mëkati generalit në Prishtinë, ka bërë kjo Anna Andersen, që ka bërë një parathenie një kështu. Majmë romanin Fustanet e Nusërisë jo për dashurit e mëdha. Ishte në Itali, në Milano, klasifikuar si libri më I mirë etj. Nuk ka rëndësi kjo punë. Aty është një jetë që një sekretari I dytë I Komitetit Partisë në Pogadec, ku isha në Osteni Vinja, luante mirë pikpong ky. Kur më thot babai merr në telefon bardhi, thot ai miku tënd ka vrarë veten. Si ka vrarë veten? Ç'është kjo punë? Vi unë aty, vajtëm në një fshat të Ersekës, e varosën. Historia I dashur mik e këtia ishte se kishte marrë sigurimi I shtetit dhe unë e takoj në Chicago gjallë, punonte për FBI-n. E kupton? Dhe 96 e takoj në Chicago, këtë njeri. Trokiste kemën, kishte një kështu në ecje, kishte ndihën Floridi këtu anash. Shumë interesante. Shumë po I dëgjoj me shumë vëmendje. Edhe ky tani, ky personi e takova unë atje, më tregoi jetën e këtë. Doli llapi I thashëm, kishte një grua shumë bukur, shumë kinge atje dhe punonte në komitet kjo, ishte sekretare. Aty kjo kur vret veten kjo që varosën gjoja, se futën një ushtar në varr atje.
që sjell një ushtar edhe të vjedhosur Akivoli. Këte Ju këtë. nisën me avion nga Greqia, nga një ishull e nisën në Amerikë, me që dinte gjuhë të huaja. Romani e shumë të mbanë interesante. Me Dhe fjalë, nisi, e kanë bërë të vdekur, por jo se ka vdekur. po jo, pa vdekur. Dhe e di si zbulohet e të ngjarja. Gjyshja e kishte lënë që do më futni në valin e djalit. U mbyll kjo punë, vdiq, bile e bia përdhunohet nga nën kryetari i komitetit. Kjo e shoqja e këtia. E dhe me zora ja, atje lind një fëmijë. Dhe është e vërtet, djali tani i këtia, i nën kryetarit komitetit, shkon do bënte një hotel ishte doganjer dhe dashurohet me këtë që e ka motër realisht. Po dashurohet në mënyrë të tmerrshme. Çfarë turishtimi, çfarë historie. Edhe u tronditën ato në Panai dhe kudo ka vajtur kjo. Po shfutur disa herë në shtyp. Janë voluminoz si romane këto? Po ja unë kam bajat porosin Katarina, kam patur shumë mikë, domethënë e kam patur krahë të djathtë në kuptimin, kam qindra fotografi, kam pritur në Përgadet se kemi ikur në Maqedoni bashkë. Në 150 faqe, 180 faqe kaq romanet. Pa man, po e fillove se po mburemi tash. Nuk e i dot nga dora, ta garantoj. Jo, që kanë histori shumë interesante dhe shumë dhimbshme. Shumë interesante. Fustanet e nusërisë, jo për dashuritë e mëdha. Ky e donte shumë këtë vajzën. Edhe u bë gati për të bërë nuse, po jo, thot dashuria e madhe. I del që ishte motra e këtij kjo, kur vjen në Amerikë. Bashkohet ai me të shoqjet, ata janë gjallë akoma, janë manate, unë e kam vënë që në romane mbyll që vdesin nga Covidi, e kupton? A shumë donte punë aty, siç rodhën ngjarjet. Kam parasysh. Dhe kur ishte kjo drejti Covidi, dalë tonë për shpinë e kam afrët, që të ndroj gjenë të vete akoma afrë liqenit, do në 5 minuta. Edhe filloja me maska me shumë për të marrë ajër, që dilnim. Gje një plak gjasotiri, edhe emrin e kam në originalet, një plak i fort, që si shkem, ma një motor që varke, ku vete gjasotiri të shumë. Ndoze peshkët, ka ishte kalbur në burg, 10 vjetë në burgjet e diktaturë. Pse? Se kur e edhe njerëzit nga Elbasani, nuk kishte, janë mbushit tavolinën plot, po miq nuk kishin, se kishit marrë tallon në miqit, ka qenë një tallon. Po, kuptoj, kam parasysh. E ky u vjen në mes të asaj të tavës, thotë ja. Të tëra janë, thotë, se kemi marrë miqin t'ja u vini. Ha, si dole, i thotë një shoku i tjetër, po ja, ma i thotë, si dole, ja, kështu dole, thotë. Ja vuja tallonën atje. Ky e tregon në shtëpi, dhëndri këtia që kështu nga këta spionët, e kupton? Dhëndri këtia, dhe çfarë bëhet? E merë këtë dhëndri, e spionon, e futën 10 vjetë burgë, 2 djemë të shkëlqyer ai. Për kaq. E kur erdhi demokracia, këta djemë të tash ikën me i shoqat në Amerikë. Po e burë është realisht. Vajti në Amerikë këtë ande, djali nga këta, ishte lidhur me një doktoreshë, me vajzën e këtia që e spionoj që e futin burg. Edhe i prishet tëra, realisht si që ka thonë të ndodhur. Tani çfarë bën ky? Akmarja, çfarë akmarja kishte, ki njeri i mirë. Ky ishte këtë që ky se bëj hekur të gjatë, ngriqte në mëngjes shkonte lajmërimet e vdekjeve, dhe kush ishte bërë keq, e në vizon dhe i vinte në varim dhe i caktonte parcelën. Prokurori, kryetari i gjykatës, ai pronave këto, fute një hekur gjatë mbete krimba, i vendoste në grep dhe zinte peshk koran. Po peshkun nuk e qiste, po peshkun e hante, kjo ishte akmarja atje, me të shoqet. Dhe çfarë? E shoqja mbeti kështu, këtë do ham sot, thoshte, sot do ham kryetare degës, sot do ham këtë, sot këtë. Shkon në një javë për peshk. Pa ato përshkrimet kështu janë të gjitha gjëra kështu. Shumë interesante. Tash vim në kjo dashnore e ministrit me një sheqer. Po vazhdojmë, aty tek dashnore e ministrit e kemi lënë. Aty jemi aty dhe kjo i qepet sa e sulmon e jep shtëpi, jep një veturë Citroen, e merr në Paris prezidentin dhe midis atyre ky e kuptohet i merr dhe Virginin, vajzë e bukur që ruan te Virginin gjën më të shtrenjtë. E vuan shumë këtë. Atje dritat vezulluese, butiket e shtrenjta nuk hyn asgjë në sy. Megjithatë ministri thotë gjë thotë midis tjerë çan kanë në balkon në atë suitën e Concordit në hotelin luksos të Parisit, thotë vajzat e bukura si ty thotë nuk janë për familje, janë kontingjent për të kënaqur epshet e shefave. Janë sepse nga historia e vërtet, profesor? Po e vërtetë, ju qepa ndodhin në spitalin e Orit ai. Ajo punë. Bile ka një shefe, atë që e zuri vendin që e përgjithshme.
Edhe kjo ishte shoqja ngushme të shoqjen e këtij ministrit. I tregon vetë kjo e heq për flokësh këtë Livian, gruaja e ministrit. Edhe kjo i bën një letër të jashtëzakonshme kësaj. I thot dëgjoj, unë nuk dua ta marr burin, thot, po unë dua të shpëtoj dashurinë. Sepse buri jot hanë për restorante ti nuk i gatuan asnjëherë. Kur është vap buri jote e mban xhaketën e mbyllur, kam letrën origjinale. E mban xhaketën e mbyllur se nuk i e kuros një këmish thot ti. Ti e kupton? Edhe unë kam moshën, ai kam moshën e babait tim. Unë dua të shpëtoj thot atë. Pa një libër kështu edhe historia e kësaj. Bëjnë aksidentin ata, të dy gjunjët i këputen atje, që ndonë në spitalin e Orit. Binë oligarkët atje mbushen dy valigje po qevatit me zarfe nga 10-15.000 euro, se cili, e kupton. Edhe aty ku gjiten brinjët aty del korupcioni tamam me kësaj. Edhe çfarë ndodh? Unë bën zgjedhje këta. E merr ish kryeministri thotë nuk mund të të vem me paterica të vesh gjende të vesh në fushat. Prandaj thotë të mënjanuam. Shkon ky ai i beta në fshat atje me tërk, ai shoqja i dërgon një letër vdiqja ose e vdiq në Vjenë. Ja pas se kishte një shtëpi luksoze në Vjenë me 2 djemt. Edhe shkon në fshat, aty në fshat, atje vetëm vorreza, tër varet e rregulluar. Ky miliarder, ministri i pasur, varet e prindërve këtij me zi gjeni kishin mbuluar ferat. E ulet atje që i bjen një mollë e egër i bjen ato gjethet. Vjen një buf aty në laguriq natë, e godet në trup këtë, e kupton, ka humbur rrugën e tij. Ka skena të mërshme kështu edhe nga jo. Dhe përfundimisht nuk e merr asnjëri se humbi ky pushtetin dhe vjen ik me një taksi të Orit në Tiranë, e kupton? Kjo ka ikur në Amerikë, aty është realisht kjo e dashura. Ka ikur në Amerikë i del loto e mban sekret. Ja atë shtëpinë e qiti $240,000, kishte 3 dhoma ata në blok. Edhe ikën mbeti vetmuar, që gruaja ju nda, pa letra e shoqjes për ndarjen. Kam sajuar ato e kam skalitur kështu, tamam në karakter. Ju kuptoj. Profesor, sa është reale shoqëria shqiptare, shoqëria jonë me shkrimet tuaja? Ose sa ju ndjek shoqëria jonë? Më ndjeken jeshtë shumë. Më ndjekën se më bët 28 vjetë gazetar, e kupton. Edhe më ndjekën, realisht, derisa vetë shefat e mlejnë, i qeverisë e tjerë, zbutet dorën e tjera, duke që Kuptoj. I ndjekën. Shiko profesor, duke pas të parasysh komplet karrierën tuaj, por edhe mësimdhënien. Sa tash për te profesor Bardhylit, mi flasim tek e përgjithshmja. Dhe duke parë sot kohën e sotshme, sa i moralshëm është shkrimtari sot? Ja. Shkrimtari sot jashtë, unë kam ndjer vlerësimet jashtë, ku kam botuar në Gjermani, në Suedi, në Amerikë, edhe nga ana ekonomike. Këtu e merr ai shtëpisë botuese librin, nuk të dërgon as kopje, të bën një kontratë, e shet librin e çon nëpër panajire, po libri ka bën një shkrim parazakosh. Është pjesë e shpirtit e shkrimtarit, nuk është ati tregtarit që e boton, ati botuesit, e kupton? Nuk ka këtu duhet shumë fort, po unë kam gjetur rrugën me këto që po botojnë jashtë. Asë më bën përshtypje. Ata që do dalin, janë botuar, do dalin këto. Kjo Akmalja e Peshkatarit, Dashuria e Ministrit, dhe Dashuria nuk ka armik, 3 romane rrisht. Po, shujen gjërat, që të themi. Që të themi, unë kam një nip shumë të talentuar, po do të tregoj fotografinë. Në fund Kadareja, nga 3 muaj parë se disë, masit Blandin. Ai 16 vjeç ka për 2 romane. Wow. E kupton, disa gjutuar, ja. Jeton aty në Pogradec? Tiranë. Një vojë kam 2 vajza, një kam në Angli. Dardha në ndardh bie? Edhe i tha Kadareja, Blandi pse shkruan? 10 vjeç do romanin e parë, kanë shkruar gazeta tërë. Dhe u shit aty në ajo, Sheqë Wilson 3.000 kopje për 10 minuta, se një ditë parë dha televizioni, një çudi e madhe. Ai shkruan për të rritur, e kupton? I tha, ja, mbase më vjen, i ke lexuar librat e mia, i tha Ismaili, e ka një fotografi e ka përqafuar Ismaili kështu. I kam lexuar, tha, Xhaxhi Ismail, tha. Po, tha, për shembull, tha, kronik në Gur, pa aty është familja jote, tha, gjujt e vrarë në Gjirokastër, tha, më përkot. Për generali, tha, ka pëlqyer.
Po generali tha që për kohën që është më tepër sa si folklorista për të thënë të uajve kush na sulmon ne kthejmë në thatë plasmasa, i ku truaj do le ta marrin vallë. Po mirë kush ka pëlqyer aty tha. Mo ka pëlqyer tha. Kush e solli doruntinën tha. Ajo është kryevepra jote tha. Besa e shqiptarit ajo është vërtet e bukur, është vërtet e bukur. Edhe kështu që ja bie Blandi nesër, më vjen në Pogadit Blandi të bëj pushimet me mua deri. Të na përshëndesësh edhe shpresoj që të na japësh mundësinë ta kemi edhe në një emision në radion tonë. Po, Eldir flet ai, po nuk do gjatë shumë, është shumë lakonik shumë. Mund bëjmë një bashkëbisedim së bashku, ne pe gjysh. Po çfarë bëjmë, ja kështu është jeta luftës. Po jo tani, është jo të tregoj gjë. Që ato të mijat më kopjon në kuptimin e mirë të fjalës. Për shembull, shkoj te këtë student, këtë historinë në ndodhin në pranverë e dëgjoj nga një mjek. Erdhi ai mjeku këtu kirurg në Chicago, varosi ti emën. Edhe donte ta propagandoja unë në gazetë. E ulëm në një majë një lokal aty në Buzëqenit. Edhe ky e dëgjoi historinë. Edhe qese erdhi e jema, jo që tu po atje, e sumur kaq kohë. E varosi ti emën, po ishte një skenë të mëshme, tha se solli një kuror që nga Amerika ky. Artificiale nga djemtë që nuk i kanë shqiptarë që nuk kanë varosur prindit dot në vendin e tyre. Dhe më kanë lënë detyrë të marr nga ngjyrzë nga varet e tyre. E t'ja u çoj në Amerikë, e kupton? Dhe kjo që është po çan të gjitha ishin varim. Janim kapi mua tha, ç'a shkrim do bësh ti, unë do ta bëj roman, ç'a roman do ta bësh. Dhe e bëri, pa më pyetur mua e bëri, ndodhi një ditë pranverë. Tani gje një student që kisha këtu, edhe më thotë iku ai tha profesor në Europë. Një djalë yll, një 80 i gjatë me sy e shil, nga një familje kalbur e lodhur fare nga një fshat, nga Pretusha. Thotë më merr, thotë ma rregullon Henri Çili, thotë me gjë një gazetar. Të ju atje për kështu, për stilist, për top model, për që ka një dega i me atë. Edhe vete, e qova, i thash Henri nuk më prishi. Kushta prish ty thama. E qova pa leka ju e mbajti. A i shkreti ndodhë shtëpia ju prish këte. Punoj në një kështu, nga këto të mermerit, fabrikat, ishte si litur. Për të bërë lekët për të bajtur në shkollë. Kur vjen aje bje i shire besha pe plithari, kështu pe balte, si thoni ju. Ato, tulla, dhe ja merë lumi. E ato lekët aty e rregulloj shtëpinë në prindërve. Dhe vjen në Gabi këtu, prandaj ka titullin studenti me roba Gabi. Edhe me një bluzë, Lacosta, një pantallona, një palatlete, i blen ato, i lanë në pastigjimin dhe me ato shkon në shkollë. Me pa ishte yll që ditën e pa një gocë aty, e bje e një bosi të madh, tash titër është burime tjera e tjera, e detyruan me teatrin me këtë. Mirë, po ç'a ndodhi? Kjo tani, e dëgjoj historinë nga ky studenti tim kjo, Blandi, dhe shkruaj. Kjo tani i thot ti të shkojnë e prindit, shpi mu në blok, mu në aty. Edhe i këtë, ky vetë zbret aty në një lokal nate. Aty ku e shkon këtë në prerin e një taksisti nga di brajt, dy kërë pozër e këtë marrë e këtë. I bën një fotografi dhe ikë. Dhe ky së muret në spitalin e qonë ky. Ishtë vjeri psikiatrik. Dhe pësoj një krizë të mërshme. I qoj qelsi këti të shpiset makinës e këto. I tagoj dhe fotografi në burë ishte, nuk vlen tha për mua. Edhe kjo ishte historia, do më paga shumë. Dhe kur vete kjo për t'i kërkuar falje, pas 6 muaj, se si Blandi, më merë. Më qonë në fshatin atje. Në Europiani me rektoren, me Mira Qose, ta njo këtë vajzën. Më qonë në Selanik në spitali. E qova, e kupton. Takoj këtë djalin, pasaj filloj shkrej romanin. E kupton, që për shkrimi ka për Selanikën. Pse shkrimet tuaja të publicistikës shpeshherë krijojnë polemika? Pse mendon që krijojnë polemika? Po jo, nëse do të bësh opozitar, bjerë drejt gjërave, e kupton? Po jo drejt gjëra, po fillove të lustrosh e ti bësh. Po unë lëshoj bomba në kuptimin, në thonjë që nuk e qes shpjetin, unë jam mësuar në Oseni vëlla, nuk atje nuk pyesni pra ne një vetëm atë kryeministrin, e Verogën e me Meqon nuk kishim drejt kritikonim. I bënim tër lehtë. E kupton? Që aty ka filluar trimëria, meqense isha në një moshë kështu. Ju ka kushtuar ndonjëherë qëndrimi juaj drejt për drejt? E keni psuar nga kjo? Po patjetër ja të themi gjë unë.
Më thot Niko Nikola, më është histori e bukur që kanë treguar në Dudushi para ca kohësh. Niko Nikola që përgatitur kryedaktari i Ostenit. Unë vi në familje me gruan, me fëmijët, me vajzat e vogla, për të bërë pushime të përgatitur, ku ti bëj. Edhe me një shef sporte, një nashës, nuk jeton me. U ullëm në turizmi vjetër, kur ishte Lasgushi aty dhe morëm bira, gjera, kështu, kërnatka e bërzolla. Ja futëm se erdhi, tha miku, vllai, thaj. Më vjeni marrë aty, parë dhe tha të kërkon, kishe celular atë, të kërkon Niko Nikola në telefon. Qa do dhe? Jo dhe hajtë ta mojnë telefon në shtëpi. Vete unë dhe jo, tha Niko edhe, i hedhur qa gota. Edhe vista shumë dobët, ta mos më bëj plash ta mua, po unë duaj një shkrim shumë të fortë, tha. Po qa shkrim do të shumë ti? Të fortë, që si unë përka kjo, unë jam me lejtë, shkedi, kjetër ata janë 20 veta atje. Unë kaj të them, tha, e mbylli telefonin. I them nashës, kështu më beti ati shumë, se kësha afër, me shtëpi. Ore, sa shikoj e më këtë dhe po kalon dhe një dentist në Osnat në një fshat të thellë. Shikoj e më Tomkën, tha, që është këtë Tomkën, tha që? Po, kjo tha, vetëm një paldari kanë dhenë, tha, dhe shkull 6 dhemë çdo ditë, tha, 5-6 dhemë, një taftuar në tavolinë, një aranxhat të kohës, shumë një lokume me arë. Qa të bëju, tha, i zë dhimbja, tha, ata edhe në balës, unë bëjë këtu, tha, që apo ta bani ato darët, pak në përare, i shkull dhemë, 5-6 dhemë. Edhe Osnati 250 shtëpi, me kaq veta i thashëm ku do mbetet Osnati pa dhemë, se vetëm shkullte dhemë. Botohet kjo, e shkrimi fort. Vjen në 10 orë ngrihet drejtori i gollit, thotë, çmimi të parë do t'i japim, kur do mbetet Osnati pa dhemë. Pa në Beare Verogja nuk e kishte parë, e shikon ai këtu atë. Hajde. Në dim, ç'është ky thotë? Cili ç'është ky që ka bërë këtë thotë? Nuk ju shtet trupi ajo me gjak, thotë, po me vlerë për partinë e punës. Si shkoj partia e punës dhemë? Pezullojmë punë. Maraqa Jati ka qenë nga miqtë e mi më të ngushtë, që qenë 86 kandidata e shtetit si gazetar. Edhe i them unë Marashi që më pritë se do kaloj, ka e Verogja, ishte në Sarber Bezën, ministra, i thot Timati, një ku drejt të pëqiu, ndim si Lenka Çukës, e ka pisë bardit. Edhe vim këtu, për qaj viteri mund të benje, mora sa valiu me kështu. Po do t'i Mati ishte komunisti vjetë, kështu nuk ishte në ca stema këtyre komunistëve? Të lara kështu me Flori që këtyre komunistëve të vjetër. Edhe në tërë këtu salama i humbe o stema. Kem bani i këshin detyruar të mbani. Ajo stema unë aty në dhoma e gjumit, i kështë erën poshtë në gjaketa, kështë gjaketën pa e varë, e gjeta në futa në gjep. A i berë gocën time, Leonardo, dhe në për të borë, del të kërkoj stemën atje dankë edhe këshin gjetën ja 30 stema kineze nga to sulmus të e kurrulla, po atë të gjetën të që bajza i me madhe, të suela. Për qa kini? Ta që isa të dalun kotu në këshan gjepë, ta gjepa. Ja ku e gjejë, ku e gjepë, ta që një juve. E nëse atmosfera, pasaj, bëja këtë histori që ta kam treguar të gjimnazit unë, me këtë, e më thot Marashi, i kanë dhe në mokër, thot, e që një fshat, thot, që nuk kam bëju elektrifikimi, thot. Dhe do shkosh, thot, me edhe bëqen time, thot, i ka tje, thot, do bësh një reportaj, unë e disi për reportajë. Veta tje në fshatu, i të një kur tregoj këtë historin e këtyre që qëllon ky plaku, pushkaton e rësirë. A reportaj unë zëri poplit, Mokrari pushkaton e rësirë. E le të thonë Zeusja, i Marashi e vujnë në radio, në televizion, le të thonë që reportaj im. Edhe thot ai, nga ky djali, thot që ka bërë këtë reportaj të shkëlqyre, dua çdo i javi, thot Marashit, pak do se 2 javë nga një reportaj të i poplit. Thot ai Marashi me marri fet, ko doshi mas Shkodran. Shukojnë verë, kemi problem me djali, kështa i që bërjet që ka bima, lera më të kujtoni me atë, lera më të që nga toni unë bëllë jo ku shpëtova. Që nuk kemi shumë të këshin në Shkodranët, jo? Në Shkodranët, nuk kemi shumë të këshin, mirë jemi. Shkodranët janë shumë të mirë për mua, unë kam shumë miqë në Shkodrë. Ja, ti pas e pas atë pasërëshën e gjimnazit. Bedri Islamin, që të mundi? Marja Shikun, Shkodranët. Ana Luka Shkodranët, kam patur shumë miqë. E miqë për taktus në jetën time. Nëse me lejon, jo të largohemi nga letërsia, por të këpati parasysh që ju jeni edhe gazetar. Sa mendon që sot media po ndikon në opinionin publik? Dhe aperuan media
atë pavarësinë, pushtetin e vet. Ja, e ka humbur atë shtyllën kurrizore. Se cila parti ka ata shërbëtorët e vet, gazetarë, që i lajnë i luajnë, e kupton? Janë shumë të pakta të gazetarë që e mprejnë shpatën, janë të manipuluar. Në një vend që të paditur shesin dituri dhe të pandeshmi ndajnë drejtësi, kur nuk mund të ashtu. Ka mbaruar media, unë për shkrimë bombën që aty në ajo, në kjo me gazeta sot, në kudo në telegrafi, disa vjetë atje, po të shkosh, por që e shesin shpirtin mikuim. E shesin shpirtin për një edhe për para, edhe për është e manipuluar. Në do drejt. Jo dhëm profesor, duke pasur parasysh që media ka forcën e vet, është forcë pushteti, është pushtet. Të them se media është pushtet më vete, media nëse media e vegjishtin e keqja, nga ato ujrat e ndenjura të këndetës, atëherë do ketë ndryshime. Mirë, po nëse media është në këtë kategori, është e manipuluar, atëherë nuk ka kalojnë kështu këto. E kupton? Kuptoj. Ja, vëmre. Është vërtet e dhimbshme, sidomos ne që i shohim këtu nga jashtë, nga larg. Domethënë dhe shohim disa me fal që në mëngjes deri në mesnat vetëm kronikë zez, politik, telenovela, pra në çdo kohë të ditës nuk ka shumë pak. Sidomos telenovela turke njëre mbytën këto telenovela turke, mbytën. Pra shumë pak ka programe letrare, programe psikologjie, sociale, ku di unë, me fjalë. Shumë pak. Shohim edhe celulari këto, hyjnë në fëmijët në për celulara, shkojnë programe gjera që e kupton, ka pasoja. Profesor, a mendon që shoqëria sot është një shoqëri kritike apo një shoqëri pasive me artin gjithmonë? Po ja, shumë të pakta dhe gazetarë që bëjnë kritikë ose personalitete kështu. Më tepër është një shoqëri konsumi kështu. Kalo ditët njëra pas tjetrës, pa lëngjurmë. Kalojnë si pishek zjarë. Shiko, pra pak tek gazetaria me fjalë, si mendon media, ose cilat janë ato tema që media po janë ashkalon, nuk po i trajton, ose janë shumë më pak të trajtueshme? Në çdo vend të botës, ka një media që financohet, po jo nga pronar, po vjen nga shteti, krijon një dhë media publike. Media publike, dhe aty mund të shkruaj çfarë të duash, nuk pengon njeri. Ndërsa këta që punojnë për televizion e jep rrogën ai, ka su jep rrogën. Po ne kemi të vëshën publik, për shembull TV-sha si është, RTS-ja. Po jo, nuk edhe TV-sha është e vakt. Apo e ka humbur thuaj atë. E ka humbur atë, nuk ka gazetar kështu, ikën ata plejada aty e gazetarëve. Ka gazetarë se ka pasur problem. RTS-ja e furnizoi komplet mediat private me gazetar, me operator. Po tërë morën kronikat, festivale, filmat, të gjitha i morën këto private. E kupton? Kështu që nuk më vjen një pyetje, profesor thot, respekt dhe përshëndetje thot për të nderuarin në emision. Po më pëlqen shumë thot dhe pe ndjek me shumë vëmendje dhe disa libra që profesori thot i përmendi thot unë mbajta shënim dhe do përpiqem që t'i gjej dhe t'i lexoj sepse ishin tema shumë interesante. Unë jam një shqiptar i lindur dhe i rritur jashtë kufive të Shqipërisë. Dhe edhe këtu ku jetoj thot jetoj në Norvegji thot dhe unë lexoj ndjek shumë kanale shqiptare. Vërë thot që janë 2 kanale që japin vetëm filmat shqiptar, por janë filmat të kohës të sistemit të Enver Hoxhës. Si mendon thot profesori thot, a duhet të rishfaqen këta filma, a duhet të rikopezohen? Nuk duhet të shfaqen këta filma sepse për shembull ai deshe që me fuqi ose me lastika që lonte një italian apo gjerman në automatik kallash në dorë e me lastika e vrit. Ka shumë lustra, ka shumë kështu. E kupton? Ajo më mirë, ajo periudhë. Me spionën, me kështu, me këta. Më mirë aty vjet një kufi aty.
të mbeten në arkiv ato, e kupton? Unë kam bërë polemika me Blanchana, e kam mik të ngushtë shumë, se ka një vilë këtu. Edhe këta regjizorë të gjithë i kam mik, po duhet bërë një filtr animat në filmat që janë shfaqur. Ata po shfaqen çfarë të them unë. Kuptoj. Filmi prita ose janë sa filmat të tjerë. Okej, me thënë për shpërgjësia ajo pjesa si e thatë ju, shumë lusër, kupton, ka shumë gënjeshtër dhe përcjell mesazh pozitiv. Dhe mendosha sot për kohën e sotme. Profesor, mbi kulturën në përgjithësi, ka presion politik, ekonomik? Sot si është kultura? Nuk financohet për kulturë. Iken ato asam festival Gjiro, pavarësisht që jenë politizuar, festivali Gjirokastës, për 70% janë këngë burimore, veshjet, e kupton? Iken këto evente të mëdha që kanë qenë që kishin bënë me kulturën e popullit. Iken ato këngët për partinë e Enver Hoxhën, 20 këngë, po kishte këngë të tjera, trimërie, këngë, shumë balada e kështu. Nuk kam. Po organizohen më, sepse mos qofsh gabim dhe nga vitet 2000 duket që organizohet përsëri, dhe nga vitet 2000 që organizohet përsëri, duket festivali i Gjirokastës. Po ja në këtë formë, Beshin me gjera u haruan, meshin gjera kështu. Që ishin shfaqur për para, vjeshin, jo gjera treja burimore, si që ishte për para. Nuk ka edhe njerëz të pa aftëve në kulturë, në kështu. Ja njerëz pa emër fare, pa një CV, pa. Ku do në çdo qytet. Do të tregojnë të fortë për Bedri Islamin? Po patjetër profesor. Ti që i mrekullueshëm. Bedri ishte shef kulture, edhe unë në atë periudhë ishte e me gazetën këtu po gadet. E bëjt një mbledhje të Shkodër me fotoqamin. Edhe i gjerën Bedriun i thotë, "Jo ka rënë kultura Bedri." E gjitë personalisht. Në jo shëku foto. Një keni sjell një verdi take, një regjisor thotë që po të kisha një motor do ta kisha bërë aq i mirë. Po s'është për atë punë, thot më vlla. Nuk është për regjisor në Shkodër. Ja, sa. Është shumë i mirë për dhëndër, po jo për regjisor. Jo, për regjisor, ta vi një motë, ta bëj një dhëndër, po jo për regjisor, për ta mosh. Shumë e Ai të Gjermani Bedriu, e përshëndet, duhet ta ndjekë, besoj. Respekt, po shpresojmë se po. Shpresojmë se po, sepse kemi shumë që na ndjekin. Bedriu është djali i Lulit, është i Lulit të Vocës, e di? I Zenelit, djali i Zenelit është Bedri Islami. Wow. Që ka përshkruar Migjeni, po. Si që ka përshkruar Migjeni, kuptoj. Po. Ai është baba i tij, Zeneli. Zeneli Migjenit. Për i Migjenit, po Bedriu është një djali i jashtëzakonshëm, i shkëlqyer, unë kam se vëlla. Profesor, tani ju keni edhe romanin, tërgjime, poezi, por keni edhe gazetarin. Dhe si e gjeni vetën, apo si e ndani Bardhyllin, nga Bardhylli shkrimtar me Bardhyllin gazetar? Ja, gazetarin po, vazhdoj të bëj komente në për gazeta, ndërsa këtu qëndroj poezit edhe këto, real ladit i bëj kotanit në një këngë, në një tekst, por me të tjera të kam vetëm romanit për i përkushtohet. Kam një historit jashtëzakonshme në përduar, tani. Koso e tradhtisë, e kam në përfundim i roman tjetër, po që. A ka ndryshuar profesor stili juaj i shkrimit? Jo, fillimisht unë isha mësuar, bëj një reportazhe, bëj një për këto gazetat, por është tjetër gjë letërsia. Derisa e kalova atë cakun, e kupton? Se shpeshherë ktheshe për shkrimet e gjata, e kupton? Gazetareske e gjëra. Mirë po gradualisht, sidomos Ismaili Kadareja, ka qenë një ndihmë. Për shembull, po them një gjë, për çfarë genial. Lexoj këtë Hakmarrja e Peshkatarit dhe e lexoj ai me infrym. Bob Bardhi tha një perl. Thashun ka mbetur mbyllja, u kthyen nga Amerika, nga shtëpi e vjetër këta përsëri, u zhgënjyen nga Amerika, edhe nga fëmijët e nga këta. Edhe që kishte marrë ai, bën një dasmë sa për. Edhe nga shtëpia e vjetër aty në stafër së mëtës një shtëpi, një kaqe atje, edhe ku ngritën e erdhën aty, kishte një të borë aty për para. E dolën aty porinin, djalla. Aty të qita kjo të borë, tha. Hapen qikë rrugën, tha, se u qinzojtë në pemë.
edhe i ca thërime, të edhi ca thërime kjo i shoqja, thërime buke. Edhe u zbresi zdojtë nga pema, e do t'i hanë ato thërime të buke shpejt e shpejt. Fap, e i thot i shoqja, ja kështu thot, po ikin ditët tona, si këto thërime të zogjve që i hanë shpejt e shpejt. Ka i kështu e mdullë romanin. Sa e gjithë. Ose po të them një gjë tjetër, ngela një natë në Chicago, i tërë romani zhvillohet brenda dhomës e një hoteli. I tërë romanin 160 faqe. Brenda një dhomë hoteli? Në hotel takohet buri me ish gruan. Kjo këshin qenë të dy në Amerikë, grua që desë shpëtoj martesën, kjo një grua pasionante, me korupcion, me kretaj gjykatës, me këto. Edhe këshin dalë fjallë për këtë. Edhe përdojnë a shpejen, korçarët, pula po bëri KKK e bëri vezën o e ka. Edhe kryt tani, edhe kryt, i del lotua ikin në Amerikë. Ikin në Amerikë, vazhdojnë të njëjtë e gjegje. Dhe kjo vjen në Shqipëri, që inxhinier kështu ndërtimi me firma. Edhe e ndjek prapa një djalë, ndërsa vajza rimet jemë. Okej, grua pasionante, i qepet aty në Detroit një prokurori, e bën avokate, notere, e vetën në një mbledhje në Chicago. Aty në Chicago vetë edhe ky vjen nga Shqipëria për gërdaçelat. E takojnë në të njëjtin hotel, në hoteli Philipson. E kupton? Me ndodh 10-15 vjet pa u takuar. Edhe ky shkon në dhomë, kjo e ndjek, po pse ndodhi kështu po e pyeste për të birin. Aty bën të tërë ato, i tregojnë e hap barkun, kjo kanë tratuar me këtë. Tani, po vinte mëngjesi që tha zojtë ata shpendët me kthetra agjendi që janë në një zokë në përshkëmbim shumë i egër. Po. Ashtu për plazën në përdhom. Edhe po vinte agu i mëngjesit. E i tha Ismaili, tha shbyllja si do të shu. Sa bardhë tha djolla. Chicago tha ka një ag mëngjesi, tha manushaqja tha. Ky të dali në balkon tha. Shikoj liçenin aty si qeshtë. Dhe kur të kthehet nga balkoni, do shkoj që doreza e derës është e ngrohtë, ajo është larguar. Ua. Ai çfarë kanë radhë? Çfarë metaforash? Po Çfarë figurë dhe kaq që gjë domosdoshmë kështu. Edhe atë të aktuale pse ishte shumë i kujdesshëm. Shumë Ismail, tesa unë prisje kështu për që më ka dhënë një intervistë në shtëpinë. Ismaili, në shtëpinë e tij për 100 vjetorin e Kongresit Manastirit. Pranoj jo këtë ande, i vajta, 2 orë e gjysmë, t'japun atë, të dëgjosh gjëra të pjesët, më thot në fund, o barë, thot, në një vend anormal, thot, unë kam shkruar një lehtësi normale, thot. Shumë e vërtetë është. Në një vend anormal, si Shqipëria, unë kam shkruar një lehtësi normale. Ai ka qenë i madhe, nuk e dia do i vi, më unë do të dërgoj në atë që ka bajtur atë, sa fjallë atje në vari, do të dërgoj. Shpresoj që do në ndihmosh edhe ne si media re me shkrime, me materiale që po patjetër. Edhe ne të transmetojmë. Patjetër na u lidhëm, tash do u lidhëm. Po pa diskutim. Profesor, gjatë bisedës tonë në fillim, ju më folët për një film. Po, kjo Akmaja Ballkanike. Po, nëse mund të na shpjegosh pak historinë. Jo, ta them, është shumë interesante. Ai me çik i fortë ai, nuk çfarë jashtë çfarë në kanë këtë ndaj Akmaja Ballkanike, skenari i timi. Është ky djali që shkon e zgjedh kryetari i Degës në një fshat të thellë. Djalin edhe aratiset ky. Po. E kupton? Po, cekëm pak këtë. Kaloj atje, kaloj atje vete ky në New York, në Manhattan. I shkruan një letër familje, thot. Dëgjoni, thot. Unë thot jam mirë tash, do t'u ndihmoj, ika se ata mund të më vrisin, thot. Sa leka doni e kështu. E i vllai që aty ky aratis ata i quani në fshat, kishte aty një shoqëll, nuk ka më thellë se aq. E përjashtuan aty nga partia. Gjyqja vdikje do të shumë këtë djalin. Edhe ky tash i vllai shpërnderë, i dashur vlla, ne jemi keq, më banë përjashtuar nga partia. Mendo për ne, thot. Edhe filloi ky të dërgoj. Mirë po, kjo letra që dërgoni vllai, kjo letra hapshe nga këta oficerët e sigurimit në postë. Edhe e hapnin dhe krejt papritur këta. E marrin këtë dhe e çojnë e arrestojnë të vllajin. E i bën një gjyq në Bishnic. Unë rastësisht kam qenë në gjyq. E ashitja e kombit, e si shkruan vllajt e këtë ende. E dënojnë 18 vjet këtë. Dhe kur vjen demokracia, ky kishte bërë
Një 8 vjetë, e kupton? Del kjo, del e qoan dogan me qenë se pa shkollë, pa që i vun këta militantët për deja, nese. Tani, vëllaj, këtë rol e luan Depardieu, këtë rolin e këtia, vëllaj. Në një ditë të bukur në Manhattan, do vi tani ka ardhur demokracia të kthehet në Shqipëri. Po ky ka merakun e vëllait që ja burgosën. Dhe ky vjen, mendohet të bëjë një akmarrje. E kupton? Dhe midis rrobave e gjërave blen një pistolet. Atje, e blen një pistolet e ndan nëpër ato bagazhet. E u merr të gjithë këto gjëra. Dhe në grill në avionit Depardieu tregon tërë këtë historinë. E kupton? Atje i dalin me retrospektivë. Dhe bjen këtu pam kush e hapi letrën dhe $4.000 këtu. E zbulon kë përmjet njerit aty në postë që i oficer sigurimi ishte në postë dhe ai me një ekur me korrent hapte letrën. Tash ky do akmere, këtë sjell pistoletën ta vristi këtë që hapi letrën. Mirë po do t'ja i vdes ato ditë dhe gjenje të sëmurë si qikta. I mësojnë si të qtjere, qojnë në një vend. Tani ky vdes dhe këta vend në vari, bashkë me të sëmurën, blen 2 benzole bidona, hapi varin natët, tak, e ndjerin kumfomën e vend bi, ka ndodhur për gadet. E spërkatin e ai dojgjën kumfomën. E vërtet kjo? Me benzinë. Është e vërtet për ne. E filmi ishte shumë i rëndë, akmarrje ballkanike, ballkanësi nuk të falin. Në çfarë gjuhë është luajtur filmi profesor? Në frëngjisht. Mi fal, nuk ka patur aktor shqiptar. Aktor shqiptar. Jo, absolutisht asnjë. Si. Edhe këto ishin në veri të Francës, të kufi me Italinë, atë fshatin në një stabiliment atje kur arrestojnë e bëjt. Po Depardieu qanë atë rolin atyre. Shumë i dashur. Është në, mi thënë, gjendet për të ndjekë si film? Është në YouTube apo diku? Po mund të ta gjejon, po ka goxha vjet ka ishte në YouTube dhe ka mbi 25 vjet të bërë ky film. Gati 25 vjet. Dërë sa i bie? 96. Po i bie rreth 29 vjet. E dëgjojnë ata. Ja shkoj do të dërgoj komentet në frëngjisht në Le Monde e në këto gazeta dhe revistat e huaja. Ja bë komente kështu. Profesor, tani ju po merrni me një roman i juaj apo do kthehet sërish në skenar filmi apo po përgatitni vetë një skenar të ri? Dashuria nuk ka armik dhe aty do ftoj Madianën, mbas edhe ty mund të ftoj. Është lënë do të bëhet në Chicago, është një konkurrencë për luanin e artë. Është bërë një film aty. Është historia e kësaj çupës që martohet Gjermanin. Martohet me Gjermanin, me atë që ka vrarë djathtë. Shumë e fortë, shumë e dhimbshme, si e roman kështu. Mund t'i dërgoj me email kështu librat, po të ketë mundësi t'i dërgoj. Shumë e dhimbshme. Jeri botojnë disa herë dalin në variante në gjuhë të ndryshme. E kuptoj. Po mirë, jam i kënaqur me këto. Nëse më lejo, keni mbështetje profesor nga shteti, nga institucionet? Absolutisht. Absolutisht asnjë gjë. Unë edhe promovimet që bëhen më shumë jashtë, një 2-3 kanë bërë në Tiranë, një Anguli Kemp, një ish president do ta bëjmë në Katbergu e bënia. Këtë bën lulet vyshkura me një ceremoni të madhe, ishin të krerët e shtetit. Do bëri përshtypje jashtë masë. Edhe kështu gjë. Është fabër. Ja e ke në Google, Barlyt Berberi, lulet të vyshkura në prill. E ke në çdo gjuhë. Po, shiko profesor, si ka mundësi profesor kaq si thosh pa interesuar institucionet e shtetit tonë, duke pasur parasysh që ju filmi juaj është zhvilluar në Cannes, me fjalë keni marrë pjesë në Cannes, keni marrë pjesë në festivale të tjera. Tani po thoni sërish në Chicago. Në Chicago. Filmi tjetër dhe mos ketë support. John Fledman, e regjizori i madh ai shumë. Ka në gazetë, ke në Facebookun tim atë pse zgjodha i bën një analizë romanin e Barlyt Berberi për ta bërë film. E ke në Facebookun tim ose hyre në Google. John Fledman, pse zgjodha romanin Dashuria e mallkuar ta bëj film. Ka bajtur licencë që ka marrë parat aty në këtë. E kupton, i bën një analizë filmit ai pa. Sa i zoti e regjizori. Shumë interesante. Shumë interesante. Edhe vërtet për të ardhur keq që shteti shqiptar është kaq indiferent. Po jo, nuk kam kërkuar absolutisht asnjë, nuk jam marrë.
Po mirë, po është problemi që vetë shteti duhet interesohet për ju, nuk e di pse interesohet ju. Jo, unë vërtet arri suksesi, po. Unë kur lëshoj ju edhe grenda këtyre, që i godas në për gazeta, opa, mblidhen. Tani profesor, kë godisni më shumë sepse në Shqipëri politika po thuj se është, ku di unë, nuk e di, a ka të gjatë, a ka të majtë më duke si një. Në Ballkan, nga do politika e të... Po qatë them unë Macedonia, ta që u kam qenë në marrëveshjen e Orit, që u po me Ali Ahmetin e përshëndese ka mik, me gjake arritën atë gjuhën dhe flamurin, ata kanë zhdukur marrëveshjen, fiton një partia Ali Ahmetit me 17 deputeta, ju merë një qeveri, një parti me 5 deputetat, parti vlen. Edhe ja e gjuhën, ja e këto. E është në liqë, 2 partit fituse bëjnë qeverin. E kupton që ndodhë të Ballkana bëja. Që ndodhë shumë e ne shqiptarë? Që ndodhë shumë e ne shqiptarë? Pse ne shqiptarët nuk po dim të bëjmë shtetë formim? Nuk dim të bëjmë, ke qardë ishte për në Kosovë edhe nga dorë. Po kudo, mi falë, ne, si thush, s'po dim për 35 vjetë tranzicion, nuk po dim të bëjmë shtetë formim. Kosova 25-6 vjetë edhe jo me shumë probleme. Problemet jo. A i vjen që krijon parti, Albi Kurdi këtu të merte, vota e mendot është i gjerku vete kjo po. E kupton, qa cinizmi. Unë e kam intervistuar sa doli nga Burgu këtë Albi Kurdi, aty në postiket. Edhe më tha që ko gdhima për dani, ikësa ka dal nga Burgu, sa po duhet e me flok të gjana me një gjaket kadife. Fliste me mua jo dhe sa pyet jo, nuk shkonte ande në për këto. Tha që unë baron intervista këtu Albin, tha që unë. Turqit ka një shpreje, po të pa në cyra i person që flet, di nuk ta ka me të e kështu. Nuk kuptoj. Por është ndhimshme që ne shqiptarët, po sidomos edhe Shqipëria me shumë probleme, me shumë përplasje, me shumë ku diun. Ka probleme. Ke çfarë ti bësh, ka probleme sa duash. Po kuptoj. Ne pak a shumë i cekëm edhe projektet tuaja dhe do doja çfarë do kishit në një mesazh apo diçka që ne nuk e kemi cekur që do kishte dëshirë të ndajë. Jo, e keqja e tërë Ballkanit dhe tërë botës në njerëzit e paaft. Të shikanë me universitarë që mbarojnë shkëlqyeshëm jashtë shtetit, ai merr një vendos me një shkollë private, tak e bën drejtor. Atë le pa punë. Pse? Se ky është lëpirës ky, që është i paaftë që ka qenë në shkollë private në një universitet privat, me shkollën me të dobta. Ai tjetri që ka mbaruar jashtë shtetit dhe le pa punë. E kupton ku jemi apo jo? E keqja na vjen nga njerëzit e paaftë që marrin karike. Unë kam parë dëgjoj shumë, Mister Sigël në Kroaci një takim me shqiptar. E kam parë një monodram, më thanë është e fortë dhe yra, unë të gjuhëm, të kohën rusisht kemi bërë e njohim, e kupton? Këtë slavishten. Po. Kjo monodrama kishte një burr të pasur, po super miliarder. Mirë po ishte pak e kënaqur nga jeta, more. Ky kishte pasuri pafund. Edhe opa në katë koltukun aty të vitit, të umbet bje në gjumë. Edhe me njerë ky vendos tani, vendos njerëzit në ekonomi njeri unë më të aftë, në sigurim, në këto, dhe punët e shtetit përshkoni shkëlqyer, e kupton? I vendosi ky njerëzit më të mirë. Kur tak i del gjumi, opa, domethënë ishte një ëndër. Kuptoj, profesor. Shiko, do doja si përfund, ju keni një karrierë shumë të gjatë dhe ndoshta keni të vështirë në këtë moment, por do doja kush ka qenë momenti më i bukur që ju keni bërë wow në jetën tuaj dhe ai momenti që u ka bërë të trishtori apo të ndjeni keq gjatë karrierës? Dhe kjo momenti i gëzueshëm ka qenë këto lindje e fëmijëve. Kam 2 vajza, e nipit e mbesës, e 2 nip. Flasim te karriera, flasim tek pjesa. Te karriera kam kapur, nuk them majat e larta fare, po që e kam ndier kënaqësinë. E kam ndier që kalosh tapetin e kuq për shembull në Paris ose në për këto tjera. Ja që kam takim, jam i ftuar nga mbreti suedis për këtë, do bëjnë ceremoni. Janë sa ngjarje kështu që të lejnë gjurë, me kupton. E merr atë kënaqësinë, pavarësisht se merr nga vendi jot, po e merr nga të tjerë. Pa diskutim. Edhe në momentin e trishtuar që u ka bërë të ndjeni keq, apo që të dilni nga vetja. Po e keq e di se e ndjer kur shkoj këto njerëz të paaftë, njerëz
që vjedhin çdo ditë me korrupsioni galopant nga doqë. Kjo të krijon një trishtim të paparë miku im. Njerëz pas një vlera hypin në karike dhe e mielin si atë lopën që ka qumë kështu. Deri në fund. Po lopë madhe pas ka qenë më profesor. Lopë madhe për të qenë si shteron qumshi. Ky është trishtimi. Është vërtet profesor trishtim sepse ajo trishtim pas e kam bjerë të jashtëzakonshëm. Unë ndam pritit nga jeta, i ma ka një frak 67 vjeç, mamaja 82 vjeç po. Janë momente shumë të vështira, kam qenë shumë i lidhur me prindin, e kupton? Kam pësuar një traumë shpirtërore të madhe, vija çdo ditë në Voreza me muaj të tëra. E kupton? Ata qofshin Megjithatë, ju qofshin Leonard, aty që kemi bërë ne, ne ka thonë të Suedi e ke një intervistë aty, në Google, në televizionin suedez e këtu në studio time në shtëpi, shpeshherë ndjehem si çagojoj Balzaku, ka bërë dhe ma kam bërë edhe një duhet marë. Nga të gjithë njerëzit, edhe të familje, edhe të afër. Ju kuptoj. Ndjeni të zhgënjur, profesor? Ndjeni zhgënjur? Po zhgënjur, po ndjesh zhgënjur. Ndjesh se për shembull shumë ideale të tradhtohen në kuptimin kështu që. Ndjesh zhgënjur. Ti ke investuar për X persona të kështu. E ke shkolluar, e ke nxjerrë, e ke bërë. Kuptoj. Shtoron për ditëlindje bie fjala. Harova të duronja. A ka zhgënjim më të madh? Ju kuptoj. Është vërtet. Që me kështu. Kujdesu për vete. Kujdesu. Se kaq, unë ka shpenzuar, që i kam shkolluar. X, kot që vazhdojmë kështu. Me këto me vrejta. Ju kuptoj, profesor. Unë nuk shpresoj, se të shumë unë jam gazetar, apo ne jemi media e re, jemi fjalë se kemi karrierën tuaj, nuk e kemi elogencën tuaj, artikulimin tuaj. Do ta ngrini. Por pasioni është gjëja kryesore, Leonard. Pasioni është gjëja kryesore. Pa diskutim. Dhe ne jemi përpjek bashkë me mikun tim Bledin që të ndërtojmë një media pa censur, një media të hapur, një media që të flitë të gazetar aty. Po gazetar janë njerëz të mirë, e shkodranë po gazetar. Ti e vetë nga Pogradeci, po bë pak neutral. Më të mirë shkodranët apo Pogradecarët? Të dy palët kanë vlera, nuk i ndaj dot. Unë të jam mirënjohës dhe shpresoj që do më jesh sërish në emisione tjera. Patjetër. Unë do të vinë të shkrime pikante, kështu që. Unë të falenderoj dhe shpresoj që do e kemi bashkëpunimin tuaj dhe të na ndihmoni që edhe ne të ngrihemi, të na jepni mendim, suport. Shumë falenderoj profesor. Unë ju uroj një vit të mbar, po s'u komunikojmë më. Një vit të begat në misionin tuaj fisnik. Të jam mirënjohës, sepse ne patjetër do komunikojmë bashkë edhe gjatë festave. Patjetër. Ky urimi juaj le të shkojë për të gjithë dëgjuesit dhe për audiencën që ne po na ndjek dhe që na kanë ndjek. Dhe shumë faleminderit profesor. Asgjë të uroj gjithë të mirat. Natën e mirë. Edhe një vit të mbar, suksese. Faleminderit. Shëndet dhe suksese. Faleminderit. Të nderuar miq. Kjo ishte një bisedë me profesorin Bardhyl Berberi. Besoj se ka qenë një emision vërtet shumë i këndshëm, shumë informativ, një emision me bisedë të thjeshtë, të hapur, të shlirshëm. Besoj që e keni shijuar, unë vërtet e shijova shumë, sepse profesori që nga një person shumë i hapur, shumë i çitur, shumë i përgatitur, shumë i artikuluar. Dhe unë edhe njerë gjej rastin të falenderoj mikeshën time dhe të radios tonë zonjën Madjana Nuredini që na ka prezantuar profesorin. Kështu që unë e shijova shumë të emision, shpresoj t'ju ketë shijuar dhe ju. Dhe unë duhet jo ripërsëris që ritransmetimi i emisionit do jetë nesër në orën 13 në Ujdo Radio. Pra që mund të ndiqni përmes website-it zyrtar të radios ujdoradio.de apo përmes platformave Radio Box
TuneIn, Radio Shqip, si dhe në Google, dhe po nesër do jetë në faqen zyrtare të YouTube-it Horizont Window Radio Hapësirë.de. Kështu që shpresoj që të ketë qenë në një emision i këndshëm dhe për ju, shpresoj që të keni kaluar mirë, ju falenderoj shumë nga zemra për vëmendjen dhe për kohën tuaj. Unë do ju lë takim nesër mbrëma me një të ftuar tjetër, me temë tjetër, ku do jetë një temë vërtet shumë interesante, që na ka prek të gjithëve dhe pothuajse prek çdo familje shqiptare, sepse do përpiqemi të trajtojmë dhe të bisedojmë për familjen shqiptare, ku është familja shqiptare dhe se si disa ligje politika po përpiqen të zhbëjnë familjen shqiptare dhe po përpiqen që të na ndryshojnë nocionin e familjes tradicionale. Gjithsesi, le të mbes surprizë për nesër, do jetë një e ftuar shumë interesante që do përpiqemi të bashkëbisedojmë pikërisht për këto tema. Natën e mirë dhe ju përqafoj të gjithëve përzemërsisht dhe njëherë shumë faleminderit. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio.de.